إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërimet dhe falenderimet i takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut, dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i tij. Allahu i lartë madhruar e ka bërë që njeriu kur të vdes me shtin dhejë dhe me vëros. Kjo është prej nderimit që Allahu subhanahu wa taala ja ka bërë njeriut që të mos mbetet njeriu për një tokë e mbi sipërfaqen e tokës e me hangër kafshë dhe me hangër shpesht. Njeriu kur e jep shpirtin, kur ndahet trupi për shpirtit, përgëzohet me të mira, me shpërblim dhe me mëshirë, ose do të lajmërohet për dënim. Pejgamberi alayhis salam ka thonë se kush e do takimin me Allahun, Allahu e do takimin me të. Kush e urejn takimin me Allahun, Allahu e urejn takimin me të. Kur e dëgjoi Aisha radiallahu anha këtë fjalë të pejgamberit alayhis salam, pyet pejgamberin alayhis salam, e si është puna që ne të gjithë urejmë vdekjen, këtë na nuk dojna me vdek, dojna me jetu gatë. E pi thot pejgamberi alayhis salam Aishës, po na tregon edhe neve pejgamberi alayhis salam. Pi thot nuk është çështja kështu. Nuk është ashtu siç je duke menduar ti o Aisha. Thot besimtarit kur t'i vi vdekja, muslimanit, engjëjt, melekët e përgëzojnë se e pret kënaqësia dhe nderimi i Allahut. Andaj për të nuk ka gjë më të dashur se sa ajo që e pret. Nuk i dhimbset jeta e kësaj bote, nuk i dhimbset besimtarit që të dalë prej kësaj dunjaje, se qysh në agoninë e vdekjes e sheh vendin se ku ka me shku. Edhe minzi që prit me dek, edhe minzi që prit me taku Allahun subhanahu wa taala. Dhe thot, dhe do sa më shpejt të takohet me Allahun, dhe Allahu thot e do takimin me të. Ndërsa thot, kur jo besimtarit, jo muslimanit i vi agonia e vdekjes, qasti i vdekjes, thot i jepen lajbët e këqija, se do të dënohet, dhe se e pret dënimi i Allahut, andaj për të nuk ka gjë më të urejtur se sa ajo që është duke e prit. Thot ai e uren takimin me Allahun, pra jo besimtari e uren takimin me Allahun, dhe Allahu e uren takimin me të. Kështu është kuptimi i këtij hadithi të pejgamberit alayhis salam. E pastaj kur të dërgohet në varr njeriu, gjëja e vetme që ka me gjetë ngushëllim janë veprat e mira që i ka kryer në dunja. Pasi që varroset njeriu, pasi që e shtin dhej, ai e dëgjon zhurmën e këpucëve të xhamatit që kanë ardhur me varroset që janë duke u larguar. Pra, të vdekurit nuk dëgjojnë në varr, përveç se e dëgjojnë, i dëgjojnë zhurmën e këpucëve, zhurmën e këmbëve të njerëzve që kanë ardhur me varros të vdekurin. Andërpritet dënimi në varr,
apo do të jetë për gjithmonë? Për besimtarët do të ndërpritet dënimi i varrit. Besimtarët do të dënohen në varr sa mëkate kanë kryer. Kur t'i lajnë gjunahet, atëherë ndërpritet dënimi në varr dhe fillon jeta e mirë në varr për ta. Ndërsa por jo besimtarët nuk ndërpritet dënimi i varrit asnjëherë. Deri ringjallje. Po pastaj edhe pas që të ringjallen, pastaj vjen dita e Kiametit, prap ka më kon dënim për ata, prap ka më kon vështirë për ata, prap do të hyjnë në xhenem për gjithmonë, Allahu na ruaj. Pra dënimi i varrit, çdo kush do ta shijon dënimin e varrit. Çdo njeri do ta shijojë dënimin e varrit, edhe musliman do ta shijojnë dënimin e varrit. Çfarë do pozitë që njeriu ka, sado që të jetë i devotshëm, ka më shiju dënimin e varrit. Ndërsa, por jo besimtarët, dënimi i varrit do të jetë i tmerrshëm. Pra, nuk do të shpëtojnë prej dënimit të varrit, prej dënimeve që Allahu i ka përcaktuar në varr. Ndërsa Allahu ka dhënë myshdë për besimtarët. Allahu ka dhënë myshdë për besimtarët, se do t'ju ndriçohet varri, do t'ju zgjerohet varri. Ka në transmetim se varri do t'i zgjerohet në 35 kot, apo në 70 kot. Para më varri sa është i ngushtë, është gati 1 metra, më pak se 1 metër, kam ju zgjeru varri besimtarit. Ndërsa ka thonë pejgamberi alayhi salam, sa ata të cilët në errësirën e natës vinë xhami, kam ju ndriçu nata e varrit. Do t'ju ndriçohet varri, ata të cilët vinë namazin e sabat, në errësirën e natës, vinë xhami. Kam ju ndriçu nata e varrit. A ka problem më të madh se ti në errësirën e natës me ardhë dhe me adhuru Allahun subhanahu wa taala, dhe Allahu ti me dhon shpërblimet mëdha për çdo hap që e bën ti që vjen në xhami, shkruhet një sevap, shihet një gjuna. Po sa hapa i bajnë ana që vinë në xhami? Hapat janë të shumta, po dhe sevapet janë të shumta. Prandaj nuk është mirë bilan këto sevapet mëdha, këto shpërblimet mëdha. Na do të me garu për me bëj vepra të mira, do të me garu për botën tjetër. Se kjo botë është kalimtare, kjo botë është e shkurtër. Kjo botë është sa çelem çelësit. Ndërsa bota tjetër është botë e përhershme. Bota tjetër është bota ku ne do ta shijojmë, do t'i shijojmë xhenetet e tina, begatit, apo do ta shijojmë dënimin e Allahut. Elusmi Allahun e madhruar me na bëj për atyre që në botën tjetër do t'i shijojmë begatit e xhenetit, kënaqësitë e xhenetit, dhe elus Allahun e madhruar me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, me na mbrojt prej dënimit në varr, prej dënimit në xhenem, edhe elus Allahun me na lehtësu botën tjetër. Elus Allahun e madhruar me na bëj prej banorëve të xhenetit Firdaus, me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit. Elus Allahun e madhruar me na bëj për atyre që i falmi 5 kohë namaz, bajna vepra të mira dhe largohemi prej veprave të këqija. Elus Allahun e madhruar me na mbrojt prej shirkut, me na mbrojt prej shirkut, kufrit, nifakut, hipokrizisë dhe çdo vepër dhe çdo cilësie të keqe. Elus Allahun e madhruar me na mbrojt prej sherrit të njerëzve, gjinëve dhe shejtanëve. Elus Allahun e madhruar me na bëj për atyre që jemi të devotshëm, që jemi pasues të Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit alayhi salam. Elus Allahun e madhruar me na ndriçu natën e varrit, me na lehtësu urën e siratit, dhe elus Allahun me na të bunë xhenet, çashtu që na ka të bunë këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.